Doja e parë që Allah na e ka mësuar cila është? Doja e parë që Allah na ka mësuar. Ihdina siratal mustaqim. Prandaj imami kur lexon ihdina siratal mustaqim, ku ti lexon atë ajet? E lexon këtë ajet drejtuar Allahut. Për kanë lexon imami këtë ajet? Por ne për mas jemi. Na angujmë, na si përzimi imamit lexim. Ai lexon ihdina siratal mustaqim, na angujmë. Se e kemi vendosur përpara që ai në emrin e të gjithëve ti lutë Allahut për neve. Nëse ti mendon se s'ki nevojë me qenë uzuar, është absurde me ndjek imamin në duan që ty s'përket. Prandaj ne ndjekim imamin që na përket lutja atij. Ihdina siratal mustaqim. Këtë kemi më uzuar. Uzimi nuk është uzimi i përgjithshëm. Çdo detaj, çdo ngjarje, çdo zhvillim, katë jamon, çfarë themi, çfarë besojmë, këtë dëgjojmë, çfarë mendimi të marrim, çfarë qëllimi të marrim. Sa ka udhkryqje në jetën tonë, sa ka dilema të shumta që kemi për udhëzim.